Edhe pse disponon një diplomë, kjo nuk do të thotë se ke një të ardhme të sigurt, por kryeministrin e vendit, strategjia e ndjekur nga universitetet tona ka qenë e gabuar. Kemi patur probleme edhe me qeverisjen. Kemi patur 2 ministra pothuajse për të njëjtën gjë. Strategjia e universiteteve ka qenë e gabuar. Duhet të fokusohemi se si ta përputhim sektorin privat mbi arsimimin, të mësojmë diçka të vlefshme. Është mësuar në teori se si të rregullojmë një defekt elektrik, por jo në praktik. Prandaj ndërtimi një modeli ku të ndërthuren praktika me teorinë është mjaft e rëndësishme në krijimin e profesionistëve të rinj. Një diplom nuk të jep atë se çfarë ti kërkon, nëse ti nuk ke atë se çfarë kërkon tregu. Në konferencën ku merrnin pjesë ministrat e arsimit dhe punës nga i gjithë rajoni, kryeministri shqiptar pohoi se të rinjtë e sotëm nuk janë mësuar në mënyrën e duhur. Ne kemi mësuar keq brezin e ri. I kemi mësuar se po të ketë një diplomë mund të jetosh shumë mirë, por kjo nuk është e vërtetë. Prandaj duhet të fokusojmë brezin e ri tek profesionalizmi. Zgjidhja që jep kreu i ekzekutivit që të rinjtë të mos mbesin rrugëve janë trajnime profesionale, pjesë e një strategjie të re, në mënyrë që shkolla të afrohet më shumë me tregun e punës.